Unë jam Stella, inspektore pranë Inspektoratit Shtetëror të Punës. Ne monitorojmë çdo ditë kushtet e punës për të garantuar që ligji respektohet pa përjashtim nga të gjithë. Punësimi të huajve në Shqipëri përmban disa detyrime ligjore, si nënshkrimi një kontrate pune të rregullt, regjistrimi në sigurime shoqërore, si dhe pajisja me leje qëndrimi dhe pune sipas ligjit. Nëse jeni një punëmarrës i huaj në Shqipëri, keni të drejtë për trajtim të barabartë, kushte të mira pune dhe pagesë të drejtë. Sjell në vëmendje të çdo punëdhënësi në Shqipëri, se zbatimi i ligjit nuk është vetëm detyrim ligjor, por është investim në një treg të sigurt pune, të drejtë dhe të qëndrueshëm. Njihuni me disa nga shenjat e shfrytëzimit në punë. Ju nuk paguheni fare ose paguheni më pak se paga e rënd dakord, apo ju kërkohet të kryeni orë shtesë pa pagesë. Ju keni shumë pak ose as pak ditë pushimi ose pushime gjatë orarit punës. Punëdhënësi ju bën zbritje të paqarta apo të padrejta nga paga. Punëdhënësi ju mban pasaportën apo dokumentin e identitetit. Punëdhënësi ju siguron strehim në një ambient të mbipopulluar ose të pasigurt, ose ju tarifon më shumë nga sa prisnit për strehimin dhe transportin e lidhur me punën. Ju kërcënoheni ose përjetoni dhunë. Nuk ju janë dhënë pajisjet e nevojshme për ta kryer punën në mënyrë të sigurt. Ju po punoni në kushte të pasigurta pune. Nëse po përjetoni ndonjë nga këto situata, kërko ndihmë. Ligji të mbron. Raporto te Inspektorati Shtetëror i Punës.